Kandidati i AKI-s për kryetar të Çajirit Bujar Osmani pas nënshkrimit të kodit për zgjedhje të ndershme dhe demokratike, theksoi rëndësinë historike të zgjedhjeve të ardhshme, duke vlerësuar se rezultati në Çajir do të përcaktojë jo vetëm të ardhmen e komunës, por edhe pozitën e shqiptarëve në shtet për dekadat që vijnë. Këto zgjedhje në Çajir, sipas meje, janë historike. Ato do të përcaktojnë të ardhmen e komunës sonë, por të gjithë shqiptarëve në 10, mandje edhe 20 vitet e ardhshme, po sigurisht edhe të vetë shtetit. Pse? Sepse qytetarët e Çajirit do votojnë për disa gjëra thelbësore. Së pari, nëse më në fund Çajiri do të fillojë të ndryshojë. Nëse do të japim fund 20 viteve të prapambetjes, shkatrimit dhe korrupsionit në komunën tonë. Dhe do të ecim përpara me energji të re, pa korrupsion, me punë dhe përkushtim. Së dyti, nëse shqiptarët më në fund do të përfaqësohen në mënyrë të barabartë, të drejtë, apo do të mbeten të nënshtruar në një qeveri që nuk i respekton të drejtat e tyre. Nëse zëri i shqiptarëve do të dëgjohet si popull i barabartë, si popull shtetformues, apo do të vazhdojnë poshtrimet. Dhe natyrisht, nëse shteti do të ecë drejt rrugës europiane, apo do të kthehet në botën serbe. Prandaj, këto zgjedhje nuk janë të rëndësishme vetëm për Çajirin. Ato janë historikisht të rëndësishme për gjithë shqiptarët, por edhe për gjithë qytetarët e Maqedonisë Veriut dhe të ardhmen e vetë shtetit. E drejtoj mesazhin deri tek ju. Çdo vot ka rëndësi. Dhe ky është momenti për të thënë mjaft.